Territori i Kosovës për datën 7 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot relativisht i qëndrueshëm, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Qytetarëve të pazites mund të ketë vranësira të lehta kalimtare në zonat malore, por pa rreshje të rëndësishme. Temperaturat do të mbeten të larta dhe tipike për stinën e verës. Paraditja do të ketë një mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pazitja vijon me temperatura të larta dhe një mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 32 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 31 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 30 gradë. Skënderaj 15 deri në 31 gradë. Pej 15 deri në 31 gradë. Prishtinë 15 deri në 32 gradë. Gjakov 16 deri në 32 gradë. Malishev 16 deri në 32 gradë. Gjilan 15 deri në 31 gradë. Ferizaj 15 deri në 31 gradë. Kaçanik 14 deri në 30 gradë. Suharek 16 deri në 32 gradë. Prizren 16 deri në 32 gradë Celsius.